tash. Shiko, ndodh sikur të shumë shkon. Secili shqiptar ose shqiptar e Kosovës me 48 deputet edhe qeverinë e komuniste aty von. Jo vetë Kosovës. Jo pra se s'është ashtu. Veç ta përfundoj. E çush është? Am lënë të përfundoj. Lutëm 2 minuta. Po jo vetë 1 minutë. Shiko, tendenca me lon fajtorë opozitën e Albin Kurti trupu ju dhezmo. Din diçka tjetër. Çojë në nivel tjetër këtë bonufans, okej, po ta pranoj. Po çojë në nivel më të lartë. Jo në mashtrim dënor. Arben Gashi tha gjithë proporcionalisht kanë faj. Po Arben Gashi su fajtova me to kolegë, e përfaqëson vetveten, nizon. Kushtrim, a mund ta vazhdoj tutë? Nizoj vetën e përfaqëson. Po. Ai nizoj. Zoti Matoshi, a mund të vesh? Po nuk mendoj. Asnjë tru, asnjë pikë foj. Asnjë pikë foj. Kish opozita se ka pas. Edhe as vetvendosja madje. Veç Albini. Nuk ka dashur me ju gëzu me qeveri. Çi kaç? S'ka dashur me të gëzu se ka fitu numrat me bo vet. Ju s'dash partner së ngjet. U kry, po te lom, pse opozita priti gjitha ta muje dhe në fund apet ja votoj një kandidat vetëvendosës. A mundesh aman çto më mas qaru? Po. Se sikur te kishte bo që të punë maj, kush do që t'i shoj emër, që shumë ma kredibil tonë janë apajtu. Me ta përfundoj. Jemi pajtu tonë që ma kredibil dul, ma kredibil dul, kishte me qenë, po se kom kry alo. Tashi po do në vetë më përgjegj, apo? Se kom përfundu alo. Ma kredibil tonë, jo pyetje tha, po ta bëj një pyetje. Po se kom kry alo pyetje, a ki do pyetje dy kilometrë i ka, ja, se moj mirë, s'ki mundësi me u përgjigj, s'ki obligim. Pra, gjithë kemi thonë që të në studio që emër, me gjithat ma kredibil ka qenë i zonjes pro Albulena Haxhiu, se so i Dimal Bosht. Ha, pro, qka bot? Se se kryt qatë herë. 15 ditë që afati ligjor, kishte përshtu, jo s'po thamë Halilin, po thamë për skenën politike. Dhe qka kishte ndodhë, më të i shumë shku në zgjedhje, më të i shumë rahatu, dhe opozita e deri djeshme ka pas një kartë fort para publikut me thonë që ta dhe me 28 deputet nuk dojnë kompromis. Nuk dojnë kompromis. Qa kanë botash? Zoti Kurti do të punë, deshta kompromis. E lëpshin glau konjufësën, javë qita glau konjufësën. Në alan pa budget. Pasha zotin vektin e pa që lypë se njeri gjonë se ka lypë. E kanë balancu si kush më e ka lypë glau konjufësën. Zotin e pa që lypë. Kjo për krye kovendare kanë kërku. Krye kovendare jam të fort. Edhe një pjesë e opozitës. Kush? Ka pas zona individ, po ashtu. Jo parti. Pa i tamam punë dhe në si qëndër politik. Amo, shiko, mos apozim në një zonë, një partije me këtë konceptin e një partije politike. Jo, ka pas zëran PD, këtë që e kanë kërku konjufës, që ka thonë, okej, konjufës e këshim bërë. Një, dy. A, këtë ka pas që e kanë bërë. Po një, dy në vyshë, tre, jo, shoki. Partije kanë, duhet me pas një koncept, një plan të vetin, operativ, jo, që ka plet një për deputetve. Edhe qërë ti, zotit Venori, problemi i ish opozitës është unë e kumë përmenë që po në vetëvendosje janë pëthuj se gjithë njësoj. Nuk ka një dalim shumë të marë. Vetëvendosje? Po. Pak marë atë Prandaj, po jo, ka daj. Prandaj edhe unë e më konë për aty që unë dash me votu Albulinën, po qush me votu kur jelë shkelje kushtetuse. Pse në shkelje kushtetuse? Permanente. Pse në shkelje kushtetuse? Permanente. Cila u shkelja kushtetuse? Permanente. Qështën e nën kryetarit ku cilat na i kemi dheksu vazhdimisht, po ti atëherë po gëtë se ke njërë kushtetutën, tash për nje, si Albini. Okej, nëse shkojmë nesër në zgjedhje Demhasaj, se pas pak do ta kemi edhe lidhjen tjetër drejt për drejt. Pjesën që është tu diskutu. Po. Nëse opozita e atëhershme, se tash s'po ditë kush është opozit, kish po strategji të qartë, se çka po doan, i shkon shumë më udhës kandidaturën e parë dhe me votu. Që i bje Gashi e ka pasë mirë. Jo, Albulena. Nëse kishin pas strategji, pra nëse kish pas kompromis në mes LDK-s, PDK-s dhe AK-s dhe nismes, dhe komuniteteve jo shumicë jo serbe që janë 10 deputet, pra po të kish pas kompromis edhe një shumicë parlamentare, këta kishin përdorur këtë strategji. Pe votojmë Albulenën, edhe me njëherë i ka Albini 15 ditë për me bo qeverin, çune po qeverin, na kemi shumicë parlamentare, shkojmë te presidentja, e marrim mandatorin, e bojmë qeverin. Po nuk ka pizimet e Albinit që s'ka pas saktizim aty. Se ja kishte votuar se ose me por, edhe kishte lëviz tutje. Në aty nuk ka pas shkelje kushtetuese. Shkelja kushtetuese. Jo me lidh deri në fazë nuk ka pas kushtetuese ka vazhdu kur kanë tentuar me ndryshuar mënyrën e votimit nga i hapur në të mbyllur.
Domethënë këtu ka qenë shkelja kushtetuese që u vërtetu për gjykatës kushtetuese. Pra me popullin ka mujt me ndodhur. Po nuk ka pas strategji opozita. Ka ndodhur, edhe ka rënë